Mirë se ju filloi java. Mirë se ju gjetë zoti. Mirë se ju pruni e hëna. E hënda. Me brava për që jasë të legi, Karagjos mediteri jetën. Gjanëm nëna një tërë qyteti se që Karagjos jemi. Një fshat të tërë nga drua, pa të qytetë shë morëm. Bravo. Mirë brava. Morë. Do të thusha të në agon, qenu? Për më letë të mbaroj. Filo. Mirë brava për shënderim se vini sot në agon. Këtu në fal. Mirë brava për shënderim se vini sot në qatu, këtu në agon. Qenu. Bravo. Se në njerë dhe vonon të shtima. Edhe vonon se nuk është shumë alergjik gjatë derës. Po që i mirë për dhënë lajmit. Pse? Ma të laptopin ku këtë. E thash bukur, që ja. Atere, në të gjitha rrythet e vëndit. Opa, bukur. Edhe gjokë si jashte. Në fakt, bëm luft. Bëm luft në 24-ën, e shporëm Gjermani. Ja. Ikën Gjermani. 3 partizan, ikën Gjermani. Ikën. Në fakt, ta si jo me që jemi pak, kanë kaluar vite, kupton? Unë e një luftën nacional shqiptare. Sigurisht. Një dhe Gjermani që ishe kalimtar. Jo se i ka luftu gjyshi, ka luftu vetë. Okej, burr. Po jo. Me Gjermanë të vi bërë shok. Pse unë titua me Gjermanët dhe? Po koto jemi popull një stretës. Edhe me Italianin. Erdi Romaku s'ta bëri dot njerës. Erdi Turku me Azalla. Erdi Italiani, jo Gjermani, hoqi dorë Gjermani. Kur hoqi dorë Gjermani, dha këta nuk bëhen, ma bukur. Jo se, sot kërkojmë që ja të vinë Gjermani, ja s'ka. Amon. Vjen halla. Vjen halla, ma. Vjen halla, ja u kësha zemër, hajde moj hallë. Vjen halla, hajde, devi lidari un po di skulacate questi che... Po. Halla të këthejnë shumë ratë që... Halla ta vendosi këtë gjatin këtu, reperir dhe qak... Problemi është që halla vje, po hallat në përgjësi nuk... janë natyrë, kështu që nuk para... Halla është nona. Po mi po... Vjen edhe me lek. 118 milion euro investime Gjermani në Shqipëri. Sa? Do t'i morën Gjermani, do t'i qojnë prapë Gjermani, po rëndësishme është që bon investime në Shqipëri. Bon investime bukur. Në fakt, Halla vjen dhe tha 2 pika. 2 pika. Mirë, Shqipëria tha po. Jo dha që mirë. Jo, do të thënë, mirë Shqipëria dha. është vënd kandidat për bëhet. Ja, pa ka pak... Ma, dhe që stuti që thot Halla, ma të rëshme. Ja, dhe gjoj pak Hallën. Në prag të vizitës së Angela Merkel në Shqipëri, kancelarja gjermane në video mesazhin zyrtar për vendet e Ballkanit ka dhënë arsyet se pse zgjodhi të vizitoj vendin ton, ndryshe nga sa është trumbetuar nga qeveria shqiptare se kancelarja gjermane zgjodhi vendin ton për të vizituar për shkak të reformave të ndërmarra nga qeveria Rama. Merkel ka shuar gjithë entuziazmin, vetëm 3 ditë përpara mbërritjes së saj në Tiranë. Pse ajo zgjodhi Shqipërinë? Merkel është shumë e qartë dhe e ftohtë në përgjigjen e saj. Karakteristikë kjo e popullit gjerman, po shkoi në një vend me shumë probleme, ka deklaruar kancelarja gjermane. Në Shqipëri ka shumë për të bërë, por të paktën është një vend kandidat. Në përgjithësi mund të thuhet se është bërë progres, por vendi ka shumë probleme të mëdha. Und bei Albanien sehr große Probleme. Jo, mori bravo Hall. Ka pa thonë Halla Drane, mos e guc grefin dhe ekranin se ke guc presidenta. Se më që ka? Dijo, ajo nuk tha, ka pak probleme, tha, zje grose probleme. E va leta që mos mbosi e Gjo tha Hitleri dhe shkoj deri në Stalingrad. Po tha Gjermoni, zje grose probleme. Po pse kap zje grose ti? Kap të bizën para, që është vënd mirë, është vënd kandidat i BE-s. Që duhet kjo zje grose probleme? Po pra tha, po vitha se është kandidat për BE, por zje grose probleme. Qa do me thonë kjo se më shmene? Faja! Qa do me thonë kjo? Zje grose probleme. 20 hongërën Mishkalin Stalingrad për kësaj që tha Hitlerit. Ore, qa do me thonë kjo zje grose probleme? Hajde, Hall, hajde, se këto gjërat kanë zje grose shë madhe. Zje groshen pa probleme. Zje grose probleme. Nuk ka gjërat vogla tek këtu, ka për jo? Grose kanë grose... Do Kennedy thotë, we have a big problem. Yes. Big, very big problem. Po këto zje grose ka dhënë? E njëjta gjë, vetëm sa është gjermanisht. Do më dhënë, kemi probleme në? Ama, do vitë mërguen do thotë, Achtung. Zje grose probleme. Jo, qiko, qofse Merkel do të vi me këtë mëndje, hajde. Me këto kritika? Si punët e tuja atje. Mos më pojë kritika mu. Këmi me kritika nga taksiciu, nuk pret këj nga Angela Merkel. I tregoge ti zje grose probleme këtë. Ka taksizin që del ndarë ke kuptonë nëse ka... Shqiva ato problemet e tua. Bravo. Që ke shqit 5% BMW më pak këtë vit. Bravo, shqiva ato ti e Mercedes-ra e kë, pëse të thash. Hajde ke vëndi jotë, ja thash mirë. Problemi është, po erdi me nerva dhe vjen edhe pa lek. Të pa e prezi që të vi me lek. Ate për lekën gjanëm nese, po... Qa duhet bëjmë që të na pushtoj? Qa duhet bëjmë që... I shpallim luft. I shpallim luft. Po e fituam luftën e madhe me buk gjithë Gjermani. Se një jemi këshu e? Rafi bje Gjermani 24 në tuq. E vem për para, ndoshta, atje e bëjmë qune.
Vjen Merkeli këtu? E kapi Merkelin? Po. E i themi. Një sekonda vlla. Do e kapi Merkelin. E ja bëj fletën gati të shkruajtme? Ja ke pa kraun Merkelit këtu? Jo, e kapi Merkelin. Çu e kapëm? E themi firmos tash. E kemi shkruar aty që unë, Angela Merkel, i fal Shqipërisë 4 miliard euro. Jo mër bu se do i hanë prapë, ta do jenë 4 miliard euro më të pasur. Orët na marri, mërë, na të rri halla këtu 6 muj. O hall, rri 6 muj. Me hongre me pike. Ti pagujmë ne të hongre me pimet. A mama, dhëri që ke preri atë dhe... Tënge. E dhe bëjke preri, nuk bëhet, nese. Ti si e ka dorën halla. Se me që më kujtove këte prerin. E dini që çfarë do flasë më sot? Do flasë për prerin. Për preherin apo për prerin? Për prerin. Këtë si thua, di kur ullë dikush, në preher. Në prehër. Ullë në prehër. Eja më në prehër të marë. Po. Jemi në qytetin e Shkodrës, atje ka një institucion, që paguhet nga shteti shqiptar, po jo vetëm ka dhe donator të ndryshëm, ambasadat atje tjerë. Pra është një shtëpia e fëmijës në Shkodrë, bukur. Në fakt ka pas aktivitete, para ca kohësh ishte edhe vetë ambasadori Italis Galiani. O, zoti. Ishte edhe ministri i ri, zoti Bledi Klosi, që bën një aktivitet interesant, bukur. Mi po që ndodh, kam ca filmime më nderuar, pasak një filmim që në një ditë të tyren, në një ditë të zakonshme të shtëpisë fëmijës i marrin këta fëmijë dhe duan të çojnë në një ekskursion, me sa kuptoj, bukur. Ndiqeni pak me vëmendje se si trajtohen fëmijët nga një themi edukatore, në thojza ose punojse sociale. Nga njëra. Sepse ai është një staf, absolutisht, nuk mund të hedh balë do të mbi gjithë stafin. Një staf. Po, është kjo edukatoria që e menderos gjithë punën. Absolutisht. Ndiqeni pak me vëmendje momentin e parë. Janë duke ndetë një palë shkallë atje dhe bjen një fëmijë i vogël, unë e buz, shife se si e ngren, se si ai shkreti ma dorën këtu mund t'jetë vraf, fëmijë e vogël. Sigurisht olla se i thotë ço, si e gjaku se na fliqe, si e gjaku. Ndiqeni pak pjesën e parë që dua të evidentoj. Ndiqeni pak. Ama fëmijët e vegjël janë dhe bie. Rafmja. Kujdesi, ama nuk mund t'i prishësh egon fëmijës që ta ngresh ti ta ndihmosh. Bravo, fëmija duhet ngrihet vetë në jetë. Duhet ta lësh ashtu thënë, "O, ra ky." Me gishtat e thyer kështu. Gishtat e thyer kështu, ama ngrihet vetë në jetë. Ngrihet, bravo. Ja kjo është, më thënë që ta të shtëpisë fëmijës në Shkodër i lejnë që të bëhen të fortë fëmijët, bukur. Kanë bërë shkollën e jetës, ka ça vite brinde. Ashtu bukur. Kalojmë ke ky momenti tjetër që për këtë dua të ndalem gjatë të pastër. Është një fëmijë aty i shkreti, që në fakt duhet të jetë 4-5 vjeç ai. Aq. Përsekutohet, më thënë goditet nga shokët, po edukatorja nuk flet asnjë fjalë. Po shkolla jetës olla. Edhe në një moment i thot edukatorja, hajde këtu thot, Amar, hajde, ulu këtu thot. Ule fëmijët aty në shkallë. Po pëlqejnë ti grushtat e shokëve? Ti jep grushtat edukatorja. Jo, një sekond, nuk është grushtaj, se grushi i bjen e shpëton. A di çfarë bën edukatorja fëmijës 4 vjeç? 5, po themi. 5 vjeç është fëmia. Pasi është ulur në shkallë fëmia, 5 vjeç. Kockat e njoma i vogël, një edukatore, me Leoni më shumë gjentilesë. Mos të them që është shnosh, sepse s'mund të jetë një femër shumë shnosh. Si shndosha, ai ishte e kolme. Okej. I ulet në prehen. Në prehen. Në prehen i ulet fëmijës 5 vjeç. Që janë fëmija, po edukatorja
Don't care fare. Po fare. Po nuk mund të tregoj butësi mor djalë se ato ka shkollën e jetës, do dali fort në jetë. Spartan i vogël. Pak i shkurtër dhe me kom stremta, po i fort një. Ndigjeni pak të punojse të shtëpisë fëmijës në Shkodër të Marsha. Ndigjeni pak. Riportandole per quanto è possibile all'interno dell'ambito in cui sono soliti vivere. Është një projekt I cili ka si qëllim të ndihmojë shtresat të cilat janë më të rrezikuara dhe që kanë më shumë nevojë për të bërë të mundur, aq sa është të mundur integrimin e tyre dhe përfshirjen e tyre në O, ty të ullëtë në prehen Sajmir Kodra dhe këtë janë Zdenela Ishala. Njoni nga njona kom, e tjetëri nga koma tjetër. E tu bonë që në kom të këshu. Si ullë e shmis. Në fakt, të janë një kategori fëmijë që fati ka përbalur keqjas. Mos kënë prinder, ose si pasoj e divorceve të familjeve të tjerë janë në shtëpinë e fëmijës. Kuptohet, ato ndoshta kur nuk do të kenë dashurinë e nënës, dhe kënë të munguar, por... Ma kanë dashurinë e edukatores. Dashurisë e me të ullë edukatori janë prerë, unë bona dhe në universitet së mullë mësu, kam pasi mësuset mirë më. Gordat mullë janë prerë, nuk ullë asjerë. Po ja, në Shkodër ka, e pe si ullet ajo. Edhe si thoshe, riurët se nëryshe do të peshoj këshu.
dëgjoj. Kupton apo jo? Ha. Ajo edukatorja harron diçka. Aha. Që ai fëmia do rritet një ditë. Aha. E do t'ja maj këtu. Thu, ha? E do t'i shkoj edukatorës me një bidon benzinë. Jo, dëgjoj, vllafin që shiko. Ajo. Jo, a di kush më të merron? Ha, thuaj. Fakti që e bën këtë gjë në ambient jashtë. Unë jam vërtet kurioz të di çfarë ndodh me këtë edukator brenda mureve. Jo, ju qua fëmijë se po ta veni re në pamje, kalon një qytetar aty me fëmijën për dorë. Kalon qytetare që u ngrit. Se mos kishe gjene sa të vite fugoni aty të rritë edukatorja. Jo se u ngrit se kishte frikë qytetare, po për respekt. Po për respekt qytetarët, ma, jo dhe. 5 vjeç Kalamani, gjithë ajo edukatore, dhe më thëmë gjitha edukatore në pesh. Ja bënd edhe kështu. Ja bënd edhe kështu. Qatë të fëmija ullëriste. Unë jam i sigur që me transmitimin e këtyre pameve, nesër, zoti Blendi, do të thot punojëses, qafin e i pun tjetër, këpëton? Ti nuk rrit do të në këmë, do t'ulesh pa tjetër. Absoluti, le gjeni punë i këshu. I pun zyre. Jo, këto që janë gjithë roba qepse, se quen këto. Ma këto fasoneri, roba qepse. Fasoneri, e 3 ullë gjithë kose, këpëton? Nuk rrit do të në këmë, Nuk rrit do të në zmet t'i bëj shërbim fëmive. Bukur, këto ishin pamit që unë doja transmetoja sot. Që unë nuk, e thash në fillim, nuk mund të përzitot gjithë institucionin e shtëpisë fëmijës në Shkodër. Sepse mund të jenë njerëz punëtor që i duan fëmijët. Po në fakt tash nuk mund rrit do të pasodhi fjalë që ajo edukatorja tjetër që ishte në kom, që rritet kështu. Ka refila që ka Shkodra. A nuk i thoshe do t'i fjalë? Po ti qohë ose po e marrë se e mytë fëmijën? Se e kanë 5 minuta herë ullet. Njëra pastaj ullet tjetër. Okej, ishte turni i kësaj bukur. Smunet si me ul fëmijës 5 vjeç? Pritet zot rrezikun, qatë fëmija ulëriste. Pa mi me pas kena i fëmi me nanë me babë në kopës. Ato fëmi janë botë se ishin edhe elegante edukatorë, se janë sa edukatore. Kush e elegante? Që me të ullë. Pse them, më falë, pse them, se më thënë marrë atë argumentin. Mirë, me kjo shtëpia fëmijës, më thënë, ai nuk ka prindër për momentin, ose për momentin nuk ka prindër, e kam praktikë se ka lënë atje. Po se këto pamit ishte një kopshi privat. Ku do shkoje, moj ta marsha? Vjen Gjoni. Ba me pas pa baba sot atë, një si ullë mprehen ti. Vjen Gjoni. Ku do shkoje nesër? Baba i fëmi si i fillon qafa këtu. Po vjen dhe nana. Vjen dhe nana, moj po të kafshon këtu nana. Nesër do kthehemi me reagimet e ministrisë, stafit atje gjithë, bukur se. M'fal, a mund shkojmë dhe ta peshojmë edukatorën, se mos ka norma alla ministria. Janë ca edukatorë që po ishin 960 kg, mund t'i ulen në fëmis 5 vjeç në prerë. Jo, mund do pys nesër një mjek fëmijësh, një ortopeda që quhet gjithë këto dhe pediatër, që dërsa kile majnë mprehen një fëmijë 5 vjeç. Se dhe me ja bo këtë pyetje do dalësh ti si idiot. A si kile? A si kile, mërçar? Ndoshta mund lejohet për ta marrë. Do i thot shumë vetë mori Sajmin telefon pyeti deri sa kile mani fëmijën prerë. Do çuditë dynjaja. Pas ka rrezikit në këtë vap korrigu Sajmiri. Ikim natën e mirë për shëndetin. Natën e mirë dashurish. Themi nesër mbrëmë. A doni me pa dhe herë videon? Fal, doni me pa dhe herë. Në Shkodër edukatorja të ulet në prehen. Në prehen, po, nga dashuria e madhe si ka për ty. Shikojeni edhe një herë.
Nëse du, nëse du. Brave qafët! Nëse du, nëse du, Së du. Falerdë ky. Qa do mu vla? Se peti? E më A kulmin mund e ta transmetoj dhe herë për këtë quni se nuk e pak, në kuadrin e dashurisë ishte. Po. Nëse të du, nëse të du. Nuk e më gjëtë. Nëse të Të do du. t'ulem pren. Me gjithë se jo, Lerë, nuk jo harova. Jo. Shire dhe herë, se është do këtë quni ma trasë shikoni dhe herë. Shikoni dhe njerë, edukatori në prehen në Shkodër. Edhe herë. Bogor. A I fëmijë sigurisht do eti diagonal gjithë jetën e vetë, por... A I do jetë në inshallah jo, nuk I kalon I pickim në shasi, bukur. Mu dhinë se I fëmija që... I shkreti. Orët. Po ti, a e ma men, pas me t'ullë se kjo e thonë mes nesh, mes me në një gjuhë gratë. Vjen dashnore t'ullit në prejnë e ma 2 minutë që thë... Po si gangster, mas Zemra, I thë, shqip pundër t'uja dhe... Shqip qa pullja celularit. Pa gjë ma gjeqi celularit, ku ma do t'minoni, djerë stota, thridi vajzat me demek, me si ta thashun të jëtë, që A thrasim këtë edukatorin? Pa ti thride ma jerë, pa ti, Edukatore! Edukatore,